ka mundësi që të ketë hoxhallar që luajnë bixhos, a ka mundësi që të ketë hoxhallar që japin pare me fajde dhe natyrisht që besoj edhe kjo rreptësisht është ndaluar njësoj si bixhozi. A mund të ketë hoxhallar? Nuk e di. Unë nuk besoj që duhet të ketë. Jo, që nuk duhet të ketë, edhe unë jam dakord. Edhe unë nuk i di. Hoxhallarët që unë i njoh nuk janë të atill. Do thënë, nëse ka ndonjë individ tek këtu unë nuk e njoh, edhe mund të ketë diku, nuk e di, po unë nuk e besoj që duhet të ketë. Me që unë se kam pa, unë se besoj që duhet të ketë. Ju i njihni të gjithë hoxhallarët në hapësirën shqiptare dhe thoni që askush prej tyre nuk është i përzier apo i përfshirë në, po e quaj me fjalorin, domethënë të sotëm, në biznesin thojza të fajdeve, sepse e dini që është një biznes i madh. Unë personalisht jam profesor në Fakultetin e Shkencave Islame. Kam një aktivitet timin edhe brenda institucionit basis islame, goxha të mirë, qoftë në Dibër, qoftë në Shkupe edhe në rrethana edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri kemi shoqe hoxhallare, miqe, dashamir. Unë nuk njoh ndonjë të tillë.